I dashur Zoti Gzim Kalaja, kryetar I Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë, të dashur drejtues të Bashkimit Sindikatave të Pavarur, të dashur të pranishëm, një përshëndetje kam për të gjithë ju sot, por edhe për miqtë tanë, vëllezërit tanë, nga Kosova, nga Mali I Zi, që janë këtu të pranishëm për të nderuar një ngjarje të madhe në historinë e lirisë së shqiptarëve. Një ngjarje epike, e cila shënoi për Shqipërinë kthesën e madhe. Dhe kjo ngjarje ishte pikërisht greve e përgjithshme sindikatave të Bashkimit Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë. Shqipëria e vitit 90 ishte vendi më I indoktrinuar në Europë. Ishte vendi më I mjeruar në Europë. Vendi ku diktatura vazhdonte vrishte në kufi të rit, pasi kishte hequr veprën penale të tradhtisë për largim nga Shqipëria, I ekzekutonte për shkeljet rregullore së kufirit. I ekzekutonte dhe I zvarriste trupat e njom të tyre qyteteve për të terrorizuar. Me 11 dhjetor në një plenum për të shmangur skenarin rumun, si që thot vetë, Ramiz Alia shpall pranim në pluralizmit politik, po vetëm pak ditë më vonë, 3-4 ditë më vonë, mblidhen këtu tek Theatri Estradës në një mbledhje sekrete dhe u deklaron zyrtarëve të tij se që nga lufta e dytë botërore që është sot, këta që themeluan PD-n janë armiqt më të rrezikshëm të Shqipërisë. Por ndonë se në hapat më të para politike, dy vendime kanë qenë epike, themun të asaj kohe. Njëra ishte në 18 dhjetor, aty afërsisht, themelimi I partisë, themelimi gazetës opozitare I Linjës Demokratike dhe themelimi I sindikatave, të cilat u shndruan në mburojnë me shpejtësi të rrufeshme, në mburojnë më të fuqishme, më të pamposhtur të foshtjes që lindi me 11 dhjetor pluralizmit politik shqiptar.